Përshëndetje nga zëra e shtypit e Partisë Lëvizja Shqipëria e Re. Sot do të vijojmë përsëri me planin administrativ tashmë të konkretizuar më së miri të pikës së 6 të platformës politike, fuqizimi i kombit shqiptar. Do të paraqesim 4 propozimet e fundit lidhur me pikën e parashtruar. Krijimi i institucioneve të shkencave të cilat do të kishin si mision të shndërronin çdo pëllom tokë shqiptare në tokë të begatë dhe të mbrojtur. Po ashtu, do të kishim si synim që të forconin pozita ekonomike të çdo shqiptari në botë. Krijimi i Akademisë së Sigurisë sonë kombëtare, akademi e cila do të merrej me shkollimin e kuadrove tona shqiptare, kuadro që do të drejtonin me sukses forcat tona të sigurisë, policisë, xhandarmërinë, shërbimet informative, si dhe ushtrinë. Shkollimi çdo vit i të paktën 1000 shqiptarëve në shkollat më të mira të botës nëpërmjet bursave me kontratë, me fondin e zhvillimit mbarkombëtar, i cili bën të mundur rikthimin e kontributit për të paktën 10 vite në trevat shqiptare në Ballkan, si dhe dhënien e kontributit për kombin shqiptar, kudo që ndodhen për pjesën tjetër të jetës. Së fundmi, përmendim dënimi me vdekje i çdo vrasësi për gjakmarrje, si dhe i çdo vrasësi tjetër që vret një shqiptar. Faleminderit.